Okej, Leonit, unë s'kisha dash me të lodhë shumë. Këto çmimet që po i shohim mbi piani këndon, çmimi i publikut, festivali për fëmijë Flutra 2025, krejt janë çmime që kanë fillu Leonita prej moshës 9 vjeçare me i marrë në për evente të ndryshme, ku çdo herë është vlerësu me punën e saj, por edhe me talentin e saj. Unë vazhdoj me besu që ti ki me ndjej kontrat tua, edhe këto me kanë vetëm disa prej çmimeve dhe mirënjohjeve tua, edhe me punu hala më shumë. Okej? Okej. Faleminderit shumë Leonit që ke ardhur sot. S'ka përse. Është shumë kënaqësi, shumë simpatike je. Faleminderit shumë. Leonita Amete, megjithëse fëmijët shpesh mbrapa kamerave janë hala më të gjallë, po kanë pak atë ndjesinë turpit para kamerës. Unë di me thonë që Leonita, përveç që na ka zbukuru studion me neve me këto çmime dhe mirënjohje, ajo i ka dhënë edhe begati shumë ëndrës të çdo fëmijë, sepse Leonita është një shembull se si duhet punohet kur dëshiron me arrit diçka, dhe prindërit e saj të cilët po e përkrojnë, edhe të gjithë ju prindashve që dëshironi me i sjell fëmijët në emision, me fol për sukseset e tyne, gjithmonë e kanë derën hap te familja jonë. Mos harroj me tonë edhe këngën e re kur e publikon, të presim prap, okay? Okej. Edhe ki marrë me na këndu këngën në studio. Normalisht. Normalisht. Edhe mësoj e mirë tekstin krejt. Sot okej, hera e parë pe di që po të ka ardhur pak, marrë herën e dytë kur të vish, këngën me mësu, me ardhë dhe me këndu bashkë, okej? Okej. Me këngën e re, edhe unë po du me ka e para që dojna me një këngën e re. Okej. Faleminderit shumë.